Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Presidenti amerikan Donald Trump synon të marrë kontroll të plot mbi kushticën e Hormuzit për të favorizuar pozicionin në SBA-s dhe Izraelit në konfliktin me Iranin. Në një mesazh të fundit, Trump u bëri thirrje vendeve të rajonit të marrin masat e tyre, duke garantuar se SBA do të jetë pranë tyre. Shtetet e Bashkuara kanë goditur dhe kanë dëmtuar rënd Iranin ushtarakisht dhe ekonomikisht, por vendet që marrin naftë përmes Hormuzit duhet kujdesen për këtë kalim dhe ne do ndihmojmë shumë. Rreth 5.000 marinës amerikanë është plani për një pushtim të vogël. Sipas informacioneve të publikuar, ky kontroll parashikon angazhimin e 5.000 marinsave që po dërgohen në Shtetet e Bashkuara në rajon. Trump dhe stafi i tij kanë planifikuar një invazion të vogël, një operacion toksor të kufizuar për të marrë kontrollin e shtresës së Hormuzit. Përveç forcimit të flotës amerikane, presidenti ka kërkuar mbështetjen e vendeve aleate me interese në rajon, në mënyrë që të sigurohet një kontroll i plot i kalimit të sigurt të anijeve dhe zvogëlohen efektet e luftës, duke privuar Iranin nga një nga armët e tij kyçe. Madje ai ka kërkuar edhe Kinës, Japonisë, Koresë së Jugut, edhe Francës dhe Britanisë së Madhe që të sjellin flotat e tyre për të ndihmuar për këtë gjë. Trump ka paremëruar sulme të ashpra kundër Iranit dhe ka deklaruar se goditjet më të fuqishme priten brenda ditëve të ardhshme. Ai tha se Teherani do kërkojë një bisedë për të arritur një armë pushim, po ne nuk jemi gati, tha ai, pasi objektivat nuk janë realizuar deri tani. Forcat amerikane kanë urdhëruar USS Tripoli, njësinë e marinës me bazë në Japoni, të dërgohet menjëherë në Gjirin Persik për udhëzime mbi operacionin e ardhshëm. Sipas raportimeve, sistemet amerikane antiraketore janë transferuar nga Korea e Jugut në rajon për të forcuar linjat e frontit, duke reflektuar kështu rritjen e tensioneve dhe pasigurinë dhe zhvillimet në terren. Trump shfrytëzoi krizën e naftës dhe hap shpimet në brigjet e Kalifornisë me urdhër ekzekutiv. Duke shfrytëzuar momentin e luftës në lindjen e mesme dhe rritjen e fortë të çmimeve të naftës në tregjet globale, presidenti Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv që lejon rifillimin e shpimit për nxjerrjen e naftës në brigjet e Kalifornisë, edhe pse më parë një gjykatë kishte bllokuar këtë operacion. Sipas mediave amerikane, vendimi i Shtëpisë së Bardhë i hap rrugën kompanisë Sable Offshore Corporation për të rifilluar aktivitetin në platformat detare pranë Santa Barbers, ku pompimi i naftës pritet të nisë brenda 24 orëve. Kompania ka njoftuar tashmë autoritetet lokale dhe shërbimet zjarfikse për rifillimin e operacioneve, një procedurë standarde për aktivitete industriale që përfshin tubacione dhe materiale të rrezikshme. Sipas burimeve të industrisë energjetike, rifillimi i operacioneve në platformat detare Santa Ynez mund të rrisë prodhimin e naftës në Kaliforni me 10%, ndërsa kompleksi mund të prodhojë 50.000 fuqi naftë në ditë. Megjithëse, ekspertët paremërojnë se dhe nëse shpimi rifillon menjëherë, ulja e çmimeve karburantit nuk do ndihet menjëherë nga konsumatorët, pasi nafta duhet përpunohet dhe të hyjë në zinxhirin e furnizimit. Platforma dhe tubacioni i Santa Ynez ishin mbyllur që nga viti 2015 pas një rrjedhje të madhe nafte që derdhi mira fuqi në Oqeanin Paqësor. Kompania Sable Offshore me selinë në Houston bleu sistemin nga ExxonMobil në vitin 2024 dhe prej atëherë ka kërkuar vazhdimisht rifillimin e operacioneve. Vendimi i Trump ka shkaktuar një përplasje të fortë politike në Kaliforni. Guvernatori Gavin Newsom e akuzoi presidentin se po përdor krizën globale të energjisë dhe luftën në lindjen e mesme për të hapur bregdetin e shtetit për industrinë e naftës. Sulme në Teheran. Izraeli eliminon shefat e rinj të inteligjencës iraniane pak ditë pas emërimit të tyre. Lufta në lindjen e mesme vazhdon të shkallëzohet, ndërsa Izraeli ka njoftuar se ka eliminuar disa zyrtarë të lartë iranian vetëm pak ditë pasi ata u emëruan për të zëvendësuar komandantët e vrarë në sulmet e mëparshme. Sipas ushtrisë izraelite, avionet luftarak kanë goditur një objekt të lidhur me strukturat e inteligjencës dhe komandës ushtarake të Tiranit në Teheran, ku janë vrarë 2 drejtues të rinj të inteligjencës që kishin marrë detyrën së fundmi.
Këto goditje janë pjesë e një fushate të vazhdueshme të Izraelit për të shkatëruar zinxhirin komandues të regjimit iranian. Në mesin e figurave të rëndësishme që janë vrarë në sulmet e fundit përmendet Abul Qasem Babayan, një nga drejtuesit e zyrës ushtarake të liderit suprem dhe pjesë e komandës emergjente Qatam al-Albiya, struktura që koordinon operacionet ushtarake të Iranit kohë lufte. Babayan u vranisun me ero në Teheran vetëm pak ditë pasi kishte marrë detyrën për të zëvendësuar një komandant tjetër të vrarë më herët nga Izraeli, që nga fillimi i konfliktit një seri sulmesh izraelite kanë goditur drejt për drejt elitën ushtarake dhe të sigurisë së Iranit. Në valën e parë të goditjeve u vranë disa prej figurave më të fuqishme të regjimit iranian. Sipas analistëve ushtarak, strategjia e Izraelit po fokusohet në atë që quhet goditje dekapituese pa prerje kokësh, që synon eliminimin e drejtuesve të lartë për të paralizuar komandën dhe strukturën e vendimarrjes. SBA ngre flamurin në ambasadën e saj në Venezuel pas 7 vitesh. Flamuri amerikan u ngrit mbi ambasadën në Venezuel për herë të parë pas 7 vitesh pas kapjes së udhëheqësit autoritar Nicolas Maduro nga SBA dhe rivendosjes marrëdhënieve diplomatike. Një epokë e re ka filluar, ne do qëndrojmë me Venezuelën, tha e ngarkuara me punë e Shtetet e Bashkuara Laura Dogu, diplomatja më e lartë e ambasadës. Dogu theksoi se ajo dhe ekipi i saj e ngritën flamurin saktësisht 7 vjet pasi u hoq më 14 mars 2019, 2 muaj pasi Caracas i ndërpreu lidhjet për shkak të refuzimit të Washingtonit për të njohur rizgjedhjen e gabuar të Maduros në vitin 2018. Më herët këtë muaj Shtetet e Bashkuara dhe Venezuela vendosën marrëdhënie diplomatike mes një shkrirje të shpejtë marrëdhënieve që nga bastisja e forcave speciale amerikane në janar, që la pa Maduron dhe gruan e tij të fluturonin për New York për të gjykuar në akuzat për trafikim droge. Administrata e presidentit të Shtetit e Bashkuara Donald Trump thotë se në fakt e drejton Venezuelën dhe kontrollon burimet e mëdha natyrore të vendit pas rrëzimit të Maduros. Trump dhe udhëheqja e mëparkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, ish zëvendëse e Maduros, kanë nënshkruar një marrëveshje për energjinë dhe minierat që japin derën për investime private dhe qasjen e Shtetit Bashkuar në ato që janë rezervat më të mëdha të naftës në botë. Të premten, Rodriguez i kërkoi Trumpit të heqë plotësisht sanksionet e vendosura ndaj vendit të saj. Panik pranë Players Championship, 2 persona qellohen për vdekje. Arrestohet autori i policie në Florida, nisi një gjuhëti intensive para arrestimin e 32 vjeçarit Christian Barrios, i dyshuar se qelloi për vdekje 2 persona në një parkim farmacie shumë pranë vendit ku zhvillohet kampionati prestigjioz i golfit The Players Championship në kompleksin TPC Sawgrass. Sipas autoriteteve të St. Johns County, të shtënat ndodhen rreth orës të 22:30 të së premtes mbrëmë në parkingun në Walgreens, vetëm rreth 1 milje larg fushës së golfit ku po zhvillohet turneu i madh i PGA Tour. Sherifi Rob Hardwick deklaroi se policia mori disa telefonata për shtëna me armë dhe kur mbriti në vend ngjarje gjeti 2 persona të qelluar disa herë me armë zjarri. Të dy u transportuan në urgjencë në spital, po më pas humbën jetën nga plagët e marra. Autoritetet e përshkruan ngjarjen si një rast dhune në familje. Por në Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet nga ujqit e vetmuar, siç quhen, të shtëna dhe shpërthime edhe këtu në sinagogën në West Bloomfield. 2 sulme njëri pas tjetrit të ndritën në Shtetet e Bashkuara duke i lënë amerikanët në një ndjenjë pasigurie, tha CNN. Të shtënat përpasoj vdekje u regjistruan në Virginia vetëm pak orë më vonë. Një makinë e mbushur me eksploziv u përplas me një sinagogë në Michigan. Sulmi në Virginia së fundi konfirmua nga autoritetet si akt terrorist. Ai thiri Allahu Akbar përpara se të hapte zjarr brenda një klas të Universitetit Old Dominion, ku përpasoi humbën jetën instruktori Brandon Shah, ndërsa studentët arritën ta çmobilizonin dhe ta vrisnin agresorin. Agresori u identifikua si Mohamed Bailor Yaloh, 36 vjeçar, ish antar i gardës kombëtare, atje i dënuar më parë se kishte tentuar të ndihmonte ISIS-in në vitin 2016. Ndërkohë, një person i armatosur me pushkë, i cili përplasi automjetin e tij në sinagogën e madhe të Michiganit, do qelluar për vdekje nga forcat e sigurisë, është 41 vjeçari
Ayman Muhammad Ghazali, i lindur në Liban, po që jetonte në Shtetet e Bashkuara prej vitit 2019, ai vetë ka qenë viktima e vetme e këtij sulmi, edhe pse makina që Ghazali përplasi me sinagogën u përfshi nga flakët në pak të vdekje të tjera dhe vetëm një oficer sigurie u godit nga automjeti mbeti i lënduar. Motivi i sulmit ende nuk është i qartë, por prokuroria e përgjithshme e Michiganit Dana Nessel tha se ekziston një lidhje mes kësaj ngjarje dhe luftës në Iran. Nessel theksoi se nuk mund të jetë rastësisht që sulmuesi shënjestroi një sinagogë me emrin Temple of Israel. Autoritetet po hetojnë raporte sipas së cilave autori kishte pohuar më herët se shumë anëtarë të familjes së tij ishin vrarë nga një sulm ajror izraelit në Liban ditët e fundit. Mirënjohuri Rick Grenell largohet nga posti i presidentit Kennedy Center. Richard Grenell, aleati i presidentit amerikan Donald Trump, do të largohet tashmë edhe nga posti që i kishte dhënë si president i John Kennedy for Performing Arts pas një periudhe të trazuar që shkaktoi reagime të forta në komunitetin artistik. Ai u bë i njohur si ish i dërguar i Trump për Kosovën, por kohët e fundit pozicioni i tij në rangjet e Partisë Republikane ka rënë. Njoftimi u bë vetë nga Trumpi në rrjetet sociale të premten pasi lajmi u raportuara fillimisht nga Axios. Presidenti tha se Grenell do të zëvendësohet nga Matt Floka, i cili aktualisht drejton operacionet e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës së qendrës. Vendimi pritet formalizohet në një mbledhje të bordit planifikuar të hënën në shtëpinë e Bardh. Largimi i Grenellit vjen në një moment kur Kennedy Center po përgatitet të mbyllet këtë verë për një rinovim të madh 2 vjeçar. Trump e falenderoi Grenell për punën e tij gjatë periudhës tranzicionit, duke deklaruar se ai ka bërë një punë të shkëlqyer në koordinimin e elementeve të ndryshme të qendrës. Presidenti shtoi se pas përfundimit të rinovimit, Trump Kennedy Center do të jetë objekti më i mirë i këtij lloji në botë. Grenell kishte një rol kyç në përpjekjen e Trump për të ndryshuar rrënjësisht drejtimin e Kennedy Center. Pas rikthimit të tij në pushtet, ndër masat më të diskutueshme ishte largimi i drejtuesve të mëparshëm dhe emërimi i një bordi të ri të besuarish, të cilët votuan për ta riemërtuar institucionin si Trump Kennedy Center, një hap që sipas studiuesve dhe ligjvënësve kërkoi miratimin e Kongresit. Më vonë, emri Trump u shtua edhe fizikisht në fasadën e ndërtesës. NATO i dha fund spekulimeve për trupat amerikane në Kosovë. Ushtarët amerikan afër kampit Bondsteel, NATO-ja ka bërë të ditur se aktualisht nuk ka ndryshime të rëndësishme në shqyrtim për sa i përket reduktimit të mundshëm të trupave amerikane nga Kosova. Një zyrtar i NATO-s tha se KFOR-i vazhdon të përmbush mandatin e tij sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të ndihmuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të mbrojtur për të gjithë njerëzit në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes. Përgjigjja e NATO-s pasoi shqetësimin e disa anëtarëve të Kongresit amerikan, të cilët përmes një letre sekretarit të shtetit Marco Rubio i bën thirrje që të parandalojnë kufizimin e mundshëm të trupave amerikane në Kosovë, duke thënë se një tërheqje e tillë rrezikon të shkaktojë paqëndrueshmëri jo vetëm në vend, por edhe në rajonin e gjerë të Ballkanit Perëndimor në një kohë të ndikimeve keqdashe. Në lidhje me këtë temë, në një prononcim për ekspertët e sigurisë kanë thënë se deklarata e NATO-s është e rëndësishme për të ndalur spekulimet dhe për të mos lejuar paqartësitë rreth pranisë ushtarake në Kosovë që të përdoren për presion politik dhe destabilizim në rajon. Ai theksoi gjithashtu se prania e Shtetit Bashkuar dhe e KFOR-it është një element sigurie në Ballkan dhe një sinjal për angazhimin euroatlantik për Kosovën që vazhdon të jetë i pandyshuar. Deklarata e NATO-s aktualisht nuk ka asnjë vendim për reduktimin e trupave amerikane në Kosovë, ishte një reagim i domosdoshëm dhe i dur ndaj spekulimeve që u përhapën së fundmi. Në një rajon ku informacioni shpesh përdoret si instrument presioni politik dhe psikologjik, çdo paqartësi rreth pranisë amerikane do të krijonte hapësirë për interpretime të rrezikshme. Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane, AARC, kërkon veprim urgjent për zgjidhjen e krizës institucionale në Kosovë. Diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara po ndjek me shqetësim dështimin e vazhdueshëm të partive politike në Kosovë për siguruar shumicën e gjerë të nevojshme për zgjedhjen e presidentit. Me këtë rast, Këshilli Shqiptaro-Amerikan i Marrëdhënieve
AARC, një organizatë udhëheqëse që lufton për interesa kombëtare shqiptare në Washington DC, theksoi se është koha që partitë politike të dëshmojnë përgjegjësi dhe të sigurojnë stabilitet institucional për hir të ardhmës Kosovës dhe ruajtjes së besimit të qytetarëve dhe aleatëve të saj ndërkombëtar. AARC dërgoi gazetës shqiptare-amerikane Iliria në New York deklaratën në vijim. Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptare-Amerikane shpreh shqetësimin me tone më të thella për vazhdimin e krizës institucionale në Kosovë, e cila tashmë po zgjat më shumë se një vit. Pavarësia e partive politike për të vendosur interesat kombëtare të vendit mbi agjendat e ngushta partijake dhe rivalitetet personale ka zgjatur paralizën politike në kohën kur Kosova duhet të forcojë institucionet demokratike dhe qëndrimin ndërkombëtar. Kosova ka arritur përparim të rëndësishëm nga pavarësia përmes sakrificës, vendosmërisë dhe partneriteteve të forta me Shtetet e Bashkuara dhe botën demokratike. Ai progres nuk duhet të rrezikohet nga pengesa politike apo dobësimi i institucioneve shtetërore. Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptare-Amerikane i bëri thirrje të partive politike dhe liderëve në Kosovë që të veprojnë me urgjencë. Departamenti i Shtetit ka publikuar një rregull përfundimtar për të ndryshuar programin e vizave të emigrantëve të diversitetit apo llotarinë e Green Card. Ndryshimi kryesor i rregullit në promovimin e DV kërkon që të regjistruarit përfshin informacionin e pasaportës së vlefshme dhe të paskaduar si pjesë të formularit të tyre elektronik të regjistrimit ose të tregojnë ndryshe se janë përjashtuar apo jo nga kjo kërkesë në mënyrë që të dorëzojnë si duhet një formular regjistrimi për llotarinë e diversitetit. Të regjistruarit do duhet të ngarkojnë një skanim të faqes biografike të nënshkrimit pasaportës së tyre si pjesë e formularit të regjistrimit. Do të ketë një tarifë regjistrimi për $1 për gjithë ata që aplikojnë për llotarinë e vizave diversitetit, duke filluar nga cikli DV 2027. Megjithatë, një shtesë në rregulloren përfundimtare ndikojnë udhëzimet dhe instruksionet për programin e DV duke përfshirë zëvendësimin e termit gjini dhe seks dhe zëvendësimin e termit moshë me datë lindje për të pasqyruar me saktësi informacionin në mbledhur. Rregullore përcakton që këto ndryshime do zbatohen për programin e vizave të diversitetit DV 2027. Departamenti i Shtetit ka shtyr fillimin e programit DV 2027 dhe ende nuk ka konfirmuar datën e fillimit të periudhës së regjistrimit. Pianistja Ardita Satovci recital më 17 mars në Washington. Muzika është gjuhë universale që lidh kulturat. Pedagogja e Washington Conservatory of Music, pianista shqiptare nga Kosova, Ardita Satovci do të mbajë më 17 mars një koncert recital në sallën prestigjioze La Maison Française në Washington DC, një aktivitet që pritet të tërheqë interes të madh të publikut të muzikës klasike. Satovci u shpreh se çdo koncert është një moment i veçantë emocional për një artist. Sipas saj, muzika është një univers i jashtëzakonshëm që ruan historinë e njerëzimit dhe jep mundësi dëgjuesit të udhtojnë në kohë përmes tingujve të epokave të ndryshme. Pianista thekson se për koncertin e 17 marsit është përgatitur intensivisht dhe interesimi për bileta ka qenë i madh. Recitali do përfshijë një program të larmishëm artistik me vepra nga kompozitorët të mëdhenj të muzikës klasike si Franz Schubert, Johannes Brahms dhe Maurice Ravel, por dhe një vepër nga kompozitori kosovar Farid Beqiri. Sipas saj, kjo zgjedhje artistike synon të krijojë një urmë mes traditës muzikës klasike botërore dhe krimtarisë shqiptare. Pianista thekson se përmes koncerteve të saj në vendet të ndryshme të botës përpiqet gjithmonë të prezantojë të muzikën shqiptare. E kujton se kur shkoi në moshën 15 vjeçare për studime në Mozart University në Salzburg, në rrugtimin e saj ndërkombëtar, Satovci ka performuar disa nga sallat më prestigjioze të botës në Musikverein në Vjenë, në Elbphilharmonie në Gjermani, si në shumë skena të njohura nga Evropa, Azia dhe Shtetet e Bashkuara. Artistja thekson se përfaqësimi i kulturës shqiptare në skenat ndërkombëtare është një përgjegjësi e madhe pasi muzika klasike ka standarde të larta që janë vendosur në të shekuj nga figura të mëdha si Johann Sebastianus Bach dhe Wolfgang Amadeus Mozart. Doriqet, kuzhinjeri i famshëm me origjinë shqiptare, pas akuzave për abuzim të punëtorëve. Shefi i kuzhinës së restorantit me famë botërore Noma, një nga restorantet më të vlerësuar në botë, ka dhënë dorëheqje mes akuzave për abuzim
Kuzhinieri shqiptar me famë botërore René Redzepi njoftoi largimin e tij në mediat sociale duke thënë se pas më shumë se 2 dekadash ndërtimi dhe drejtimit të këtij restoranti kanë vendosur të largohen dhe t'u lejojë dhe inspektante jashtëzakonshëm të udhëheqin në restorantin drejt kapitullit të tij të arshëm. Ish-punonjësit e kishin akuzuar shefin e kuzhinës për krijimin e një mjedisi toksik pune duke përfshirë abuzim verbal dhe fizik, raporton BBC. Institucioni i restoranteve luksoze, i cili është Meselin Danimark, është duke u përgatitur për një rezidencë në Los Angeles, po sponsorët e korporatave u tërhoqën pas pretendimeve për abuzime dhe protestave jashtë lokacionit të tij të përkohshëm. Një deklaratë të postuar në Instagram, Redzepi tha: "Një kërkim falje nuk është e mjaftueshme, unë kam marrë përgjegjësinë për veprimet e mia. Për çdo që pyet se çfarë do të thotë kjo për restorantin, më lejoni të them qartë. Ekipi Noma sot është më i forti, më frymëzuesi që ka qenë ndonjëherë", shtoi ai. "Ne kemi qenë të hapur për 23 vite dhe jam jashtëzakonisht krenar për njerëzit tanë, kreativitetin tonë dhe drejtimin që po merr Noma." Ai tha se ekipi do vazhdoj punën e nisur në vendodhjen e re në Los Angeles. Mezanin e Bjeshkëve, koncerti parë recitali Gzim Nikës në Teatrin e Operës dhe Baletit. Koncerti recitali Gzim Nikës solli në sallën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit një atmosferë elektrizuese, skena dhe publiku bën një kur i gjithë publiku ngrit në këmbë duke kënduar dhe vallëzuar në ritmin e këngëve të Gzim Nikës. Një entuziazëm i tillë pritej duke parë shitje në kohë rekord gjithë biletave të koncertit. Këngëtari i mirënjohur shoqërohej edhe nga ansambli kombëtar i këngëve dhe vallave popullore, si dhe miq të ftuar prej tij Aurela Gaçe, Elifara, Fatmira Breçani dhe Aranit Hoxha. Koncerti Mezanin e Bjeshkëve emocionoi qindra artëdashës të pranishëm në sallën ku bashkuan tradita, pasioni dhe zërat më të dashur të këngës shqiptare. Gzim Nika solli në skenë tingujt e maleve, meloditë e trashëgimit son dhe energjinë e gjatë folklorit shqiptar me një dimension të fuqishëm artistik. Mësuesit e gjuhës së kulturës shqiptare në Itali si dhe shoqatat dhe organizatat shqiptare që zhvillojnë kurse në gjuhët shqipe janë të ftuar të paraqesin kërkesa për të pajisur me tekstet shkollore për vitin mësimor 2026-2027 pranë përfaqësive diplomatike të Republikës së Shqipërisë në Itali. Në njoftim theksohet se ky proces synon mbështetjen e mësimdhënies dhe forcimin e ruajtjes së gjuhës së kulturës shqiptare në diasporë. Tekstet shkollore janë të ndarë në 3 kategori: gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, niveli i parë, klasa e parë dhe e tretë, niveli i dytë, klasa e 4 dhe e 6, niveli i tretë, klasa e 7 dhe e 9. Kërkesat duhet të dërgohen deri në 20 mars në adresat zyrtare të përfaqësive diplomatike në Milano, Rom dhe Bari. Festohet bukur 7-8 marsi në Filadelfia nga shoqata Bite Shqipes. Mbrëmja kushtuar festës së mësuesit edhe gruas mblodhi së bashku komunitetin shqiptar të Filadelfias, organizuar nga shoqata Bite Shqipes, që në hyrje të zbukuruar me shumë finezë, zonja Erina Hasa do të uroshin karafilat kujt për çdo grua vajzë, simboli i respektit minjojës për to. Këto lule sponsorizuan nga Bujar Çela, antari komitetit drejtues. Aktiviteti u çel me surprizën më të bukur përgatitur nga nxënësi i shkollës shqipe Christopher Papaciu, i cili do sillte aq bukur poezinë e Fadil Krajës kushtuar nënës. Atmosfera do ndizej edhe më në fillimin e ritmit të valles pareshat interpretuar me shumë mjeshi nga nxënësat dhe ish nxënësat e shkollës. Gjuha shqipe përgatitur me shumë profesionalizëm nga zonja Sonja Punojës e BIP. Në hyrje të aktivitetit, pas përshëndetjes dhe urimit për zëmët kryetari shoqatës Dritan Matraku, zonja Elda Janji do të uronte dhe përshëndeset gjithë gratë e komunitetit shqiptar në emër të kryesisë së shoqatës për këto 2 festa. Lulet të bukura të sponsorizuar nga zonja Ida Bushi do të jepeshin mësuesve të shkollës shqipe. Më pas fuqinë e morën këngëtare Marisa Ekonomi, Ilsi Ademi. Një moment i veçantë ishte vlerësimi që shoqata Bite Shqipes do t'u jepte zonjës Irini Lulu, Mimoza Jahaj, Clarita Gjoleka, Arta Laço, Mirela Bani, Kaja Lari, nëpërmjet certifikatave minjos për kontributin dhe ndihmën e dhënë, jo vetëm në aktivitetin e shoqatas, por dhe ndihmën e vyer dhe në komunitetin shqiptar në Filadelfia. Përmbledhja më e fundit globale e pasurisë nga revista prestigjioze Forbes
tregon se numri i vendeve që kanë të paktën 1 miliarder vazhdon të rritet duke reflektuar ndryshime të mëdha në ekonominë botërore. Në krye të renditjes globale vazhdon të qëndrojë Elon Musk me një pasuri të vlerësuar rreth 839 miliard dollar, shifra më e lartë regjistruar ndonjëherë nga Forbes. Në mesin e emrave më të njohur në listë është bashkëthemeluesi i Google, Larry Page. Lista përfshin gjithashtu histori interesante nga vende që deri vonë nuk kishin miliarderë, një shembull si përmasi afgan Mirwais Azizi, i cili u largua nga vendi gjatë luftës sovjeto-afgane në vitin 1988 dhe nisi jetën e ri në Dubai vetëm me $700. Më vonë ai ndërtoi kompaninë e pasurive të palushme Azizi Development dhe sot ndërton 10 projekte të mëdha, ndërkohë dhe Pakistani është rikthyer në listën e vendeve me miliarderë falë përmarsit Suhaleh Asif, bashkëthemeluesi i një platforme të inteligjencës artificiale. Për sa i përket Shqipërisë, lista përmend vetëm 1 miliarder të lidhur me vendin, biznesmenin Samir Mane. Pasuria e tij vlerësohet rreth 1.9 miliard dollar, një rritje e dukshme krahasuar me vitin e kaluar ku ishte 1.4 miliard dollar. Mane është themelues i projektit Balfin Group, një nga grupet më të mëdha të investimeve me rajon me selin në Tiranë. Ai u largua nga Shqipëria në vitin 91 drejt Austrisë dhe nisi rrugtimin në biznes. Në vitin 98 hapi rrjedhën e dyqaneve elektronike Neptune, ndërsa më pas investoi në zhvillimin e qendrave tregtare dhe sektor të tjerë. Sot Balfim ka investime të shumta në pasuri të palushme, logjistike, si arsimse dhe puna të tjera në vende të ndryshme të botës, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara, Kanadan dhe Austrinë. Ambasadorja Hajdaraga takon Vasilis Mihas, talentin e ri shqiptar të skenës greke. Në një shtet ku fjala shqiptar vetëm vonë ka nisur të pranohet dhe të vlerësohet dhe ku problemet e mbartura ndër shekuj, të paktën në dekada, kanë qenë të shumta, Luela Hajdaraga është ndoshta e vetmi ambasador në detyrën e saj publike që ka ofruar kaq shumë komunitetin. Takimi me aktorin modelin e ri me origjinë shqiptare Vasilis Mihas është një tjetër dokumentimi për kushtimit të saj ndaj komunitetit. Në një postim në rrjetet sociale, ambasadorja Hajdaraga u shpreh ishte kënaqësi të mirëprisja në ambasadë aktorin e mirënjohur shqiptar Vasilis Mihas. Ajo cilësoi Mihas një shembull frymëzues për talentin shqiptar që afirmohet në skenën artistike greke dhe ndërkombëtare falë punës dhe profesionalizmit dhe përkushtimit të tij. Vasilis Mihas është një aktor ish model me origjinë shqiptare, lindur me 31 maj 91 në Athinë. Një familje me rrënjë nga Durrësi, ai ishte djali i Sokratit Sokol Miha dhe Mira apo Elena Petani. Familja e tij vjen nga një traditë e njohur dursake, ndërsa gjyshi i tij Vasil Mia kujtohet si ushtarak i qytetar i nderuar. Fillimisht Mias u përfshi në botën e modelingut duke punuar në pasarela si në Milano, Paris, Madrid, Londër dhe Berlin. Disa vite më vonë u bë një nga modelet më të njohura të skenës ndërkombëtare të modës. Më vonë ai u përkushtua aktrimit duke ndjekur kurse profesionale dhe duke u përfshirë në produksione televizive teatrore në Greqi. Karriera e tij mori me role në seriale televizive si Love After dhe më pas produksioni i suksesshëm Toka e Ullirit që e bëri dhe më të njohur për publikun. Sulmuesi shqiptar bëhet golashenuesi i tretë më i mirë në Itali. Steven Shpendi është ndër sulmuesi shqiptar më produktiv të këtij sezoni, sot shënoi golin e radhës me sfidën mes Empolit dhe Mantovës që u mbyll 2-2. Shpendi hapi ndeshjen në pjesën e dytë pas një goli me kokë. Empoli më pas shënoi me njëherë për të fituar një pikë në javën e 30 të serisë B. Goli i Shpendit ishte 11 në kampionat për këtë sezon. Më mirë kanë bërë vetëm Pohja Paolo me 20 gola dhe 13 gola është italiani Adorante. Steven Shpendi asnjëherë nuk është të ftuar nga kombëtarja shqiptare. 22 vjeçari ka luajtur më parë në ekipin Under 21. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund edicionit ton informativ. Miru takofshim në emisionet tjera.